të qoade Bofën e lullet të tënda vila të qoade Bofën e këngët të tonë dhe të rima të qoade Qohu shpejt mos rrite vari thot nani nokja qohu se mja Pak ma titi bali me koka qohu se ty Të kërkone tanë Kosova ty atë Qarkune me i furkan bash leqen darit të tikën e doja dëmja sharit tikën e doj E ti them se qaku i ti është rëtëria që Në Kosovë rritë vëzimi me kjo liri Atëherë jemi me pamjet e drejt për drejta këtu në qeshin kryesor të qytetit të Koplikut, ku po zhvillohet një veprimtari kushtuar 28 nëntori. Faktikisht ishte vendosur se ishte reklamuar që do të fillojë në orën 10, tashmë është ora 10 dhe akoma nuk ka filluar vendosja kurorare këtu pranë Lapidarit. Autoritetet, kryetari i bashkisë, qyteti, prefekti dhe pajtues nga komisariati i policisë e të tjerë. Pak qytetarë të Koplikut ndodhen aktualisht në këtë eveniment të rëndësishëm si dita më rëndësishme e kombit shqiptar. Pas pak të pritet të vendosen kurorët, ndërkohë që është lajmëruar gjatë ditës së nesërme do të ketë aktivitetet e tjera të shkuar 29 nëntori ditës së shërimit të aprillit. Pamjet të drejt për drejta.
Të nderuar, të rreshtohemi të fillojmë ceremoninë zyrtare të përkujtimit të datës 28 nëntor. Afrohemi gjithë. Të nderuar pjesëmarrës, po fillojmë ceremoninë zyrtare në nder të 28 nëntorit, ditës së shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, organizuar nga Bashkia Amalsi e Madhe. 28 nëntori lidhet me dy ngjarje të rëndësishme për kombin tonë. Me ditën e ngritjes së flamurit në Krujë nga Skënderbeu në vitin 1443 dhe me ngritjen e flamurit në Vlorë nga Ismail Qemali në vitin 1912. Duke shënuar kështu shkëputjen dhe pavarësinë e plotë nga Perandoria Osmane. Prandaj këtë ditë njihet edhe me emrin Dita e Flamurit. Në këto momente në shenjë simbolike, kryetari i Bashkisë Amalsi e Madhe, Zoti Tonin Marinaj, do realizoj aktin e ngritjes së flamurit. E të halë. David.
Mirë sumplodhëm në përkujtimin e ditës më të rëndësishme më fatlume për kombin tonë, ditën e flamurit, e cila shënon edhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Akti i shpalljes së pavarësisë është fryt i përpjekjeve e luftrave shekullore të shqiptarëve për të mbrojtur tërësinë toksore të atëherë dhe për të formuar shtetin e pavarur. Sot, 113 vite shtet në pavarësi, 113 vite që flamuri ynë valon i lirë në qiellin shqiptar. Çdo vit, nëntori ka fuqinë dhe madhështinë ta bëjë bashkë në njësinë e të qenit, vëdhezër të një gjaku, të një gjuhe, kombi e një flamuri. Ndaj, urojmë të gjithë shqiptarët ku të ndodhen, gëzuar 28 nëntorin. Nderojmë himnin kombëtar. Në këto momente solemne, ftojmë kryetarin e Bashkisë Malësie e Madhe, zotin Tonin Marinaj. Përshëndetje të gjithëve. 28 nëntori është në histori data më e rëndësishme e të shqiptarit kudo që ndodhet. Shqiptarët dhe kryesisht malësorët ndër shekuj ka bërë çdo përpjekje për ta fituar lejën. Burrat e asaj kohe, 13 mençur në 1919 e ngritën flamurin dhe përfundimisht fituam pavarësinë që ne tashmë e gëzojmë. Ne malësorëve mund të them që në të kohët kena luftua motor të ndryshëm me Fedorinë Osmane, me Malazest, me Bulgart, dhe realisht një vit bile më përpara, pavarësisht e njohur si festë rajonale nga ana jonë, unë ngrit flamuri. Pra që të treve, vinë na, ka një rol tejsisht rëndësishëm për sa i përket pavarësisë që erdhi një vit më vonë. Një vit më përpara, unë ngrit në Deqeq, në tokat tona, dhe pas i vitit shqiptarët me në krye Ismail Cemalin, i dhanë shqiptarëve pavarësinë, tashmë që ne gëzojmë. Unë duhet të duhej gëzuar gjithë malësorëve, kudo që ndodhen, gjithë shqiptarëve, të gjithë bashkëkohësit tonë, një flamur dhe rreth një flamurit jena kënd bashku dhe do jena bashku. Edhe herë gëzuar festën madhore që ne gëzojmë të ditë. Gëzuar ditën e pavarësisë.
Faleminderit. Ftojmë deputetin zotin Bujar Rexha në fjalën e tij. Mirëdita të gjithëve. Sot është një ditë e veçantë për Malsinë, është një ditë e veçantë për gjithë kombin shqiptar, pasi festojmë festën kombëtare, ditën e pavarësisë. Burra dhe mençur të kombit shqiptar u mblodhen në vlorën e Ismail Qemalit në vitin 1912, duke vendosur përfundimisht në vetësinë e kombit shqiptar. Kjo ka ardhur si pasojë e lushtrave të vazhdueshme të kombit shqiptar për liri e pavarësi. Nuk ishte rastësi ngritja e flamurit në Vlorë, por erdhi si rrjedhoj e kryengritjeve të jashtëzakonshme ku Malësia e Madhe është shquar për kryengritjet anti-osmane dhe flamuri për herë të parë kuqezi u ngrit në Malësinë e Madhe, u ngrit në Deqiq nga trimi dhe udhëheci i malësorëve dhe Xheluli. Prandaj për ne sot është kënaqëri e dyfisht që e festojmë kremtimin e ditës pavarësisë dhe gjithmonë do ta kujtojmë dhe do t'i nderojmë ata që e bën të mundur nga të gjithë trevat e Shqipërisë ditën më të shënuar të kombit shqiptar, ditën e flamurit. Ju uroj të gjithëve gëzuar festën e flamurit. Faleminderit. Faleminderit. Malësia e Madhe është kënaqur sepse është e para që nisi rrugtimin e pavarësisë me ngritjen e flamurit nga Det Xhenluli në Deqiq në periudhën e vitit 1911 dhe me këtë rast Dafina Dekaj nga shkolla Det Xhenluli Hak të recitoi poezinë me titull Kërkon Shqipja binë të humbur. Një piskam tokën kalkundon, kërkon Shqipja t'jen të humbun. Nana thret e djalis përgjigjet, zemra nanës flak po digjet. Kur nën lokja i bzat birit, shkret rëfeja gup qilit. Rrit e zeza nisën tërbohen, breshën lotësh bivele shohen. Thirrja nanës të rënqeth mishin, duma saj thell dik shpirtin. Thirrja nanës të fuqallën del, biri nanës nal mërkujen. O shqiptar, qa shumë vujtje, në emër të Zotit, pa të baj një lutje. Nëse ndollesh na kungjall, thuja nanës birë, veç një fjallë, fal me nanën, pash të mallin Zot, e mos e len pyton e lot, se i shkoj moti veç me vaj, kru e lotin sytë saj. Ti të natë mendja në ty, loti mallit, pik qakun sy, i bjen gurit dhe e ban sopa, i bjen votrës e qahet toka. Qaf gjabir, gjama thirjen, mos ja kthen në lokë shpinin. Ktheje kyrt bir prime më veut, fal me nanën, fal mërburi veut. Tani ftojmë në prefektin zotin Hysa Hysa. I nderuar deputet, kryetari i bashkisë, të nderuar pjesëmarrës, kjo është dita, 28 janor është dita e krenarisë tonë kombëtare, ku patriotët tanë, kombit shqiptar, u mblodhen në Vlorë dhe themeluan shtetin shqiptar. Prandaj mbledhen edhe e përkujtojmë me respekt për ditë, ku përulemi para të në burrave me krenari dhe me
që bëndën mutun njohjen e shtetit shqiptar. Dhe gëzojmë sot që nga ajo ditë formimin e shtetit. Kështu që ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen dhe uroj këtë ditë ta kalojmë sa më gëzuar gjithë. Përfaqësuesi i organizatës së familjes së dëshmorëve, zoti Ali Synaj, do të mbajë fjalën në rastin. Përshëndetje qytetarët Partisë Modë, përshëndetje deputet, përshëndetje kryetari i bashkisë, në emër të familjes dëshmorëve, përgjigjemi për këtë aktivitet larmishëm. Lavdi festave të nënojë, lavdi flamur shqiptar. Përmirësi. Faleminderit. Është ditë feste dhe historia tradita shkojnë gjithmonë bashkë, pra program. Ndaj sot duam të përmbyllim këtë ceremoni me valljen e logut nga nxënësit e shkollës Det Kaçaj, Bajs. Atëherë duke ju falendëruar për pjesëmarrjen, ju urojmë edhe një herë gëzuar festën e flamurit, qoftë si fikuar për jetë. Ju takojmë nesër në përkujtimin e ditës së çlirimit të atë. Gëzuar. Ka përfunduar dhe ceremonia zyrtare e festës së flamurit në Maqësinë e Madhe. Ju uroj një ditë të bukur dhe qëndroni me zanën e veriut.